Anëzojmë 2-3 ditë para se me fillon ndeshja, se nëse ti shkon 1 orë ose 2 ose qatë në ditën e ndeshjes për një me krijohet një presion, edhe po mendoj se Fuda çka ka arrit me bush që e ka ndo. E ka ndo pjesën ta quaj logjistikës komplet Federatës Futbollit Kosovës me pjesën sportive të skuadrës. Kanë tjera në tjetër hotel shkon Kate, kombëtar janë tjetër hotel shkon komplet pjesa e administratës edhe pjesa përcjellëse e Federatës Futbollit Kosovës, si dhe politikanë që e dojnë ose vazhdimisht e përkrojnë Kosovën. Te vizita është me rëndësi, është shumë rëndësishme që ka qenë kryeministri edhe çdo politikan tjetër, veç është me rëndësi me ditë çfarë po fol edhe sepse shumë është në presion. Lejtarët marrin presion nëse nuk zgjidhen fjalët në kësi lloj takimesh. Prandaj po çka ka pas mi thonë sipas teje kryeministri? Po qofse nuk e di sa mendon ti që ka thonë. Jo, veç mendimi, ç'a mendon që ka thonë? Nuk e di ç'a ka thonë, por për shembull nëse thu na jap kena dhënë 500.000 euro, kjo fatale. Nuk e ato nuk e thon. Ai ka shkumi për gëzu, ç'a ka thonë, a do me kallëzu? Por no. Ka shkumi për gëzu, jo që po duam të thonë. Mënyrë se ka shkumi motivu, ka shkumi tregu që jena mbrapa juve. Me vazhdu që jeni të vazhdu, aty nuk përmendën tollat. Nuk përmenen, se ti je të silë se ti biznismen je, ti e di që me ti kitet po sportista të pak ma ndryshë, se biznis e ki, unë të kuptaj, ti ki që ka puhet në tolla. Esenca është se lejtarët ka nevojë ma shumë për fjalë motivuese, jo për shumë shifra caktuara. Po veç ti po paraqikojnë stash. Po të e njoft narracionin. Çka është në aspektin psikologjik ma motivues? Shpërblimi financiar është një shpërblim, por lavdia është më e madhe se sa motivimi. Historia është më e madhe. Krenaria është më e madhe se krejt këto. Edhe kjo arrihet me prezencën e prisve, udhëheqësve. Kushdo që është, do të thënë në këtë moment, unë mendoj se të gjithë futbollistët që janë ndihen krenar, që vjen kryeministri me mbështet me një duel, sepse kanë nevojë. Po kuptoni, do të thënë në atë aspekt. Kur lojtari ndihet krenar, fiton në karakter. Dhe ai karakter reflektohet në fushë, në mejdan, aty. Dhe prisja është mirë gjithmonë me qenë aty. Unë kom digju që njeri thotë e kom një fotografi me George Bushin edhe jam krenar që jam fotografu me te. Zhënë, do më thonë, na e kemi një udhëheq i cili shkon edhe i viziton, edhe unë jam i sigur që shumica prej tyne janë krenar që janë prezent me një pris i cili qëndron në mbështetjet këtyne. Dhe unë mendoj se kjo simbolik që shkon sot kryeministri është mjaft motivuese, e ka simbolikën e mbështetjes. Dhe këta futbollist kanë nevojë mbështetje. Unë mendoj që të gjithë futbollistë tash luajnë për krenari, luajnë për lavdi, luajnë për histori. Dhe kjo nuk paguhet me vlera financiare. Kjo është pjesa që duhet në aspektin psikologjik, në për shumë sporte grupore, ekziston ekipi i mjekëve i cili në këtë aspekt motivon sportistët. Nga njëherë motivi i tepërt din me shkaktu edhe probleme tjera shëndetësore, që mundet refleksi mos me punu. Profa, muj me thonë që ta motivi tepërt, se pa ta lexuar një deklarat, kur ka qenë trener Grus Hiddink, te Turqia, edhe e pa t'jap një deklarat, thanë, Turqit shumë të motivum. Tha, na e hopshëm ndeshjen drek. Edhe pja bo një gazetar, qysh te kjo umdi? Po tha ndrek ata kina mi mujt, kina mi su.